Të nderuar shikues, ju përshëndes. Ky është parashikimi i motit për sot dhe nesër sipas Meteoalb. Shqipëria do të paraqitet në nënvizotrimin e valve afrikane duke sjellë dominim të motit të kthjellët dhe temperaturave të larta, ku vlerat ekstreme priten përkatësisht në qarkun e Shkodrës dhe të Elbasanit, ku termometri do të afrohet vlerës 40 gradë Celsius. Parashikohet që orët e pasdites dhe në vijim të sillin kalime vranësirash të lehta në gjysmën lindore të territorit, por mundësia për rreshje është pothuajse zero. Temperaturat e ajrit do të mbeten konstante në vlerat minimale, por rriten maksimumet duke u luhatur nga 15 gradë Celsius vlera me ulët deri në 40 gradë Celsius vlera me lartë në rang territori. Erë do të frejë lehtë dhe mesatare duke arritur shpejtësinë mbi 28 km/orë nga drejtimi perëndimor, duke krijuar kështu në brigje detare një dallgëzim të ulët. Le të njihemi tani me motin për nesër në vendin tonë. Sipas Meteoalb, Shqipëria do të vijojë në nënvizotrimin e motit të kthjellët dhe temperaturave të larta pas mesdites dhe në vijim priten vranësira në për të gjithë territorin, ku më të theksuara do të jenë në skajin verilindor dhe juglindor, duke rrezikuar rrebeshje të izoluara shiu. Të njëjtat kushte meteorologjike do të na shoqërojnë edhe gjatë natës. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritjen e vlerat minimale, por ulen maksimumet, duke luhatur vlerat ditore nga 16 gradë Celsius vlera me ulët deri në 39 gradë Celsius vlera me lartë në rang territori. Erë do të frymë mesatare në tokë dhe në det, duke arritur shpejtësinë mbi 45 km/orë nga drejtimi veri perëndimor, duke krijuar në brigje detare një dallgëzim 2 ball. Tani do të njihemi me motin për nesër në rajon dhe Europë. Sipas Meteoalb, do të vijojnë shirat me intensitet të lartë si dhe mini stuhi ere në Europën veriore dhe në atë qendrore, si pasojë zhvillimit të një qendre të fuqishme ciklonare prej disa ditësh në veri, me ndikim deri në qendër të kontinentit. Po ashtu, moti i paqëndrueshëm do të dominojë në Europën lindore, duke sjellë rreshje të dendura shiu dhe stuhi breshëri, ndërsa gjithë pjesa tjetër e kontinentit evropian do të paraqitet në ndikimin e motit të kthjellët dhe temperaturave të larta, si pasojë e masave ajrore me origjinë afrikane. Të nderuar shikues, ky është edhe parashikimi i motit për sot. Vazhdo të shihemi sërish nesër.